Dhimbje e mall edhe sot pas 26 vitesh kur anipse lufta përfundoi, ende nuk dihet fati i 15 qytetarëve Ferizajas, vuajtjen për të cilët familjarët ende e kanë të freskët. Në ditën e të pagjeturve që shënohet çdo 16 prill, u tha se përkujtimi i tyre është obligim moral dhe kombëtar për secilin. Malli për nënën nuk ja terr syt as sot Rëndelina Muhaxheri që si 14 vjeçare për herë të fundit e pa të ëmën. Pak moment se shumë prejse për mu, është edhe era parë që jam këtë me vi këto, po kam qenë 14 vjeqe. Dita e fundit o kone e nanës për më dollë për me ushime për shpi. Edhe aty o kam dita fundit e kam për cilë derit, të dyrë të alborit, edhe prej asoj ditën më nona, rrit, ditë, natë, edhe më kurë. Më kanë shumë sëmë. Pas pare më kishë mungur tepën i përshafemi namës më avonë që kur nuk mujta me avonë. Dhe normal, në jam bonon, tash kam në 2 fëmijë. Edhe di qka është, rinta, që nonë. O shumë e vështirë. Sali Muhaxheri tregoi se familjarët kanë zënë të humbin shpresën pasi tash 15 vite e më tepër në Ferizaj nuk ka ndryshuar asnjëherë numri i personave të pagjetur. Si familjar po flas, edhe familjar, pasi jam edhe kryetar, po jam një herë të familjar. Shpresat në të vërtetë po vinë për çdo ditë po vinë. Duke po procesin se si të shku. Binimi shqiptarë ande janë të pagjetur, nuk po dimë edhe çka. Si cila qeveri që ka orë, ne kemë prioritet të parë, qartin e të pagjetur, po si po duket, kjo nuk po ndodhë. Dhe keq me thonë, po që gati 4 vite u banë shumë pak klebe identifikime në pagjetur. E që do mos komuna Ferizaj, ma thuja, kur asnjëherë nuk është gjithë asnjë person që ky numër ka ngel që 15 vite më tepër ky numër ende hela vazhdon të jetë. Homazhe pranë obeliskut që simbolizon personat e pagjetur në Ferizaj u bën sot nga familjarët të pagjeturve, së bashku me ta edhe qytetar e përfaqësues politik.